Ajo ka qenë ma shumë tematik mediale, se që unë kom pas oferta prej vetëvendosjes, edhe unë kam ceke dhe në media që ajo është e pa diskutueshme, nuk baj kompromisun e me votën time, sepse unë jam zotu me një parti dhe i qëndroj besnik e votuesve të me, po me gjithat, gjendjen aktuale që shok, jo tjesht është për keqardhje, sinqerisht i ka hub vlera edhe votimit edhe parlamentit Kosovës, sepse kjo blokat politike nuk i konvenon askujt, përveç oponentit politik vetëvendosjes, se normalisht i konvenon për shkak se kryeministri është kryeministër në detyrë edhe do me thonë merë vendime pa llogaridhënie parlamentare. Vetëm oponent politik që i konvenon kjo blokat politike, me sinqeritetin më të madh po e tham, është vetëvendosja. A ju kanë thirrë juve më kur shera fundi që kanë kontaktuar dhe çka ju kanë ofruar juve? Jo, mu nuk ka kontaktu kur vetëvendosja, as nuk ju kom dhënë hapësi. Ju Po është përmend prej momentit kur unë kom abstenu raportin e verifikimit mandateve, gjo që ka qenë një raport teknik, që s'ka prodhu asë një efekt juridik, mirë po elektorati nuk e ka kuptu një pjesë elektoratit, edhe jam e bindun që edhe 80% deputetve nuk kam pas një huri se qka është raporti verifikimit mandateve. Po me qenë se unë e kom punu në institucione, edhe jam institucionaliste, kam o një raport para prak të legislaturës kalume, edhe jam mirë informu se qka është raporti, edhe me qenë se është konë për raport për legitimitetin tonë si deputet, atër nuk e kom pa të arsyshme me kundështu, kom abstenu dhe në një opinion prej ekspertëve të fushës, gjithësisht ekspertëve kushtetues, edhe në një vendim tjetër të Partisë Demokratike të Kosovës. Gjykimi i gjykatës kushtetuese po interpretohet ndryshe dhe ju ndryshe prej vetëvendosjes. Dje u përmend edhe prej kryetarit Krasniqit që mbase duhet edhe zënia Osmani me marrë rolin e vet, qoftë duke e quajtur edhe një herë në gjykatë kushtetuese për sqarime shtesë të cilat kanë mbetur të paqarta ende. Cili është qëndrimi mendimi juaj rreth kësaj? Unë qëndrimi im është qëndrim unik i Partisë Demokratike të Kosovës. Tash edhe po shkojmë në grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës edhe të shohim se çka po zhvillohet këtje. Faleminderit shumë, respekte.